qeshti, unë jam shumë emocionuar vërtet dhe dua publikisht ta falenderoj pastorin që është sportiv edhe pa korniza që na e bën qefin, na lë të argëtojmë ndonjëherë dhe për gjëra që nuk e di se si do t'i perceptoj komuniteti besimtar. Eksakt. Hey, vëllezër, mos mendoni që unë po shoh fallë. Tani do ta lexosh ti? Wow, po lexoj Filxhani e një pastor. Jam shumë emocionuar. Të shoh. Tani lexoj apo Po qa dush, unë apo se ti di. lexoj njerë kështu edhe pastaj e shoh. Vazhdo si ma sjeri. Na po sa përqind është okej. Ta shohim se si. Ja, mor zotri. Ja, Atëherë, foto, kamera. kamera. E lexojmë, i bëjmë foto. Po ati bëj video? Jo, foto. Foto. Se pastaj i bëjmë edhe foto të tjera nga këndet. Ti bëjmë një foto tjetër? Po mos s'ka gjë vetëm kaq, s'ka problem. Do me qenë sigur që ka kap gjitha nuancat. Dhe thuaj, të lutem me lexo, se Julka thotë shkruan edhe të lutem. Po unë jam edukuar edhe me ChatGPT. Sa $1 milion po argjon ti për atë të lutem. Po, ajo të lutem. Unë jam edukuar. Dakor. Nëse një ditë do jenë si për nesh, ta dinë që unë i kam thënë të lutem. Po, është shumë e rëndësishme kjo. Edhe unë e bëj. Po. Nëse ata ndonjëherë do na pushtojnë, pra inteligjenca artificiale, kur të vinte kund të thonë ja se ky ta falim, pse ta ka thënë gjithmonë të lutem dhe s'ka gjë. Atëherë, jemi gati. Lexojmë Filxhan, do të thonë çati lexon Filxhanin e pastorit. Të lutem a lexon pak Filxhanin e pastor Ylli, thot me kënaqësi pastor Ylli. Po nejse. Leximi i Filxhanit është një traditë, po këtë e dini. Pamja e përgjithshme. Të kalojmë direkte këtu. Në qendër të Filxhanit, tregojnë që tani. Po, që ta kemi. Në qendër të Filxhanit duket një formë që ngjan me një kodër apo me një maj mali. Kjo mund të përfaqësoj një rritje personale, një ngritje shpirtërore, më ngritur se pastor nuk di po nejse, ose një sfidë që po e ka përceni me forcë dhe durim. Dgjoj, edhe pastori ndërkohë që të shohim reagimet dhe kuptojmë a është Unë duhet të konfirmoj po apo jo. Ndoshta jeni në një moment reflektimi të thellë ku ndiheni më pranë qëllimit tuaj shpirtëror. E vërtet është? Po gjithmonë jam kështu. Okej. Në pjesën e sipërme të Filxhanit, pjesa këtu, do të jetë po. Ka disa degëzime si rrënjë të holla ose si gjethe që shtrihen në drejtime të ndryshme. Kjo mund të tregojë lidhje me njerëz të ndryshëm, rritje të marrëdhënieve ose një zgjerim të ndikimit tuaj tek të tjerët, ndoshta përmes predikimeve apo veprës suaj. Po këtë e dimta. Kjo dihet. Në njërin anë duket një figurë që ngjan me një njerëz që ecën apo ngjitet. Ku e shef ky këtë? Kjo mund të jeni ju në rrugtimin tuaj të thirrjes. Atë shikon ti se shikoj unë. Ecja drejt dritës ose drejt majës tregon besim, vendosmëri dhe një përgjigje të qartë ndaj zërit të Zotit. Shumë bukur e ka thënë. Bukur e ka thënë. E ka vërtet. Ja, e shikon. Ka pika të bardha dhe një hapësirë të pastër afër buzës së Filxhanit. Po, dhe kjo shpesh konsiderohet si një shenjë lajmeve të mira, bekime që janë shumë afër. Po pret në një lajm. Diçka që e keni pritur, qoftë në familje apo në shërbes, është shumë pranë që të ndodh. Tani u qetësova. Një mesazh për ju. Po. Ka dhe një pëllum këto. Kjo është një kohë ngjitjeje. Edhe pse mund të ndjeni të lodhur nga barrat që mbani, Perëndia po ju forcon. Keni ndikuar në më shumë zemra se ç'mendoni, dhe ky ndikim do të zgjerohet. Mbani qetësinë dhe frulësinë, ju jeni në rrugën e dukur. Por nëse do, mund të bëjmë dhe një interpretim humoristik. Jo, s'm jam shumë. Një pyetje, po sikur mos i kishe rënë indicjen që është pastor, do i thoshte që Jo ndryshon, more. Pikërisht aty thash, prandaj duhet të ruhet konteksti dhe t'japësh kontekstin që të t'i nxjerrin, sepse ndryshe do t'japi thjesht të njëjtat gjëra, po nuk do të thoj pjesën e Zotit, pjesën e Perëndis. Nuk do t'i thoj këto pjesa, pra nëse ti jep një informacion, ai e përshtat për ty. Pra, njeriu që ti je. E din gjuhën. Edhe me gjithë informacionet që ka për Zotin Ylli. Që është pastor. E din gjuhën ai. Po kështu janë edhe fallxhorët. Do ta kishte thënë se ka kërkuar për vete. Pra, kështu janë edhe fallxhorët. Për shembull, ata që të shohin ty, ato sa të shohin ty, ai e di kush je ti. E kupton që ti s'ke qenë duke ndërtu. Mirë, më ta bëjmë një provë. Nuk e qenë duke punu me llaç, për shembull. Edhe shoh që ky ka ambicje,
personale, është djalë inteligjent, me ato syze do të thotë që ka dash me lexu, prandaj ka marrë syze. Dhe që me 10 në shkollë, bama të kuptoni? Ai që është profesionist, ai menjëherë nxjerr një 1000 vëzhgime nga. Të pyet ai ku je ti, nga je, të bën fillimisht çfarë pune ke dhe fillon pastaj aty. Në fakt edhe ju pastor kur ju vini njerëzit, ti lexoni mirë dhe ju jeni një ChatGPT. Jo, ChatGPT-ja mund të ketë një cilësi nga ne, jo ne ChatGPT. Jo, ideja është e lexoni shumë mirë atë subjektin. Është vërtet. Pra, por prandaj them që teknologjia më e mirë është njeriu, sepse njeriu ka kapacitetin për të identifikuar me tjetrin, me vu veten në vendin e tjetrit. Dhe ky është ndryshimi radikal me çdo lloj teknologjie tjetër. Pra, të gjitha këto algoritmet që ne përdorim janë imitime dhe informacione të dhëna për të supozuar sikur po përjetojnë ato që thonë. Kurse vetëm njeriu mund të identifikohet me ndjenjat e tua, mund të ketë empati dhe prandaj nuk mund të zëvendësohet. Dhe do ishte gabim, do ishte fatkeqësi t'i japim ne atribute e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale që nuk i ka dhe nuk mund t'i ketë. Pra nuk mund të bëhet inteligjenca artificiale e ndjeshme. Jo, thonë disa, bëhet. Ja se si ta ktheu përgjigjen që edhe mua po më vjen keq nga lotët e tu. Është perceptimi prapi joti që e lexon dhe... Pra ai e ka marrë dikush i ka... Vërë dy ChatGPT të flasim me një tjetrën, që do bëjnë? Qa bëjnë? Si ti vëm njerë? Dhe provoj njerë. Si dhe provoj njerë? Ti vëm me audio të dyja, ti flasim një tjetrit. Nuk se kam parë një video që filloni një gjuhë kodesh me njëri tjetrin, kam parë një video diku, po nuk e di. Se kam provoj, tani më erdhi në mendje. Ja, do provoj njerë. Prandaj mos ta zëvendësojmë njeriu do thotë të duam. Po mirë, shiko, a duhet na trombi teknologjia? A duhet të trombemi prej saj? Se ka nga ata të cilët realisht tromben nga zgjuarësia, nga mënyra se si operon, nga në thonjza humaniteti që ai shfaq në komunikimin me ty. Realisht duhet ta kemi frikë, sepse për shembull Ledja po e përdor këtë edhe pse ma thajë informacion jashtë në transmetimit kërkoj ndjes, Ledja po më thoshte që ka filluar të përdoret jashtëzakonisht shumë dhe ka raste dhe puna ka rënë pra në disa sektore, qoftë edhe në sektorin tonë, ka rënë realisht sepse njerëzit po i besojnë pavarësisht gabimeve që ti the, më shumë teknologjisë sa juve. Tani, du ta kemi frikë... Po i besojnë, po shkurtojnë shumë gjë, po shkurtojnë koston, kohën, e tjerë. Po, ka rënë puna. Shiko, është periudhë tranzicioni. Normalisht që në një periudhë tranzicioni edhe të punët do kenë njerëzit që do besojnë që në 100% të punës do arrit ta bëjë inteligjencë artificiale, ose nuk do e bëjë inteligjencë artificiale. Në momentin që gjatë do stabilizohen pak dhe do kemi tashmë, do i kemi me vërtet në jetën tonë të përditshme, frigoriferi idion do jetë me inteligjencë artificiale, të kuptoj çka ka brenda, çka mund të bëjmë, kanë filluar modelet e para që po e bëjnë, por kur të jetë në shkallë më të gjerë, ku gjithë i kemi në shtëpi do jetë ndryshe. Ideja është që sa më shumë të ecim pas, si tha dhe pastori, është inteligjencë artificiale që do afrohet nga ne. Nuk është se duhet të jetë gjithmonë më robotike, por duhet të jetë gjithmonë më njerëzore. Kjo po tentohet dhe kjo po synohet gjithmonë më shumë. Kjo të frikson ama. Kjo të frikson, por ideja është që çdo ndryshim, çdo periudhë tranzicioni që ka pasur në jetën njerëzore, gjithmonë ka pasur frikë nga mbrapa. Marrim rastin kur njerëzit më para s'kishin makina, ecin me kuaj në rrugë. Në momentin që erdhën makinat e para, motorët e parë me djegje, këta ndej thanë, jo, kjo do plasi, do bëj këtë, do ketë ndryshim, nuk do marrim kur të ipim në gjëra të tilla, se nuk i thoshin as makina. Dhe panë më vonë që kaluan komplete makinat. Gjëra të tilla ka ndodhur dhe në vitet, nuk e di, 300, 400 dhe kështu kanë vazhduar gjithmonë. Pra jemi në periudha tranzicioni. Kjo inteligjencë artificiale mendoj që është një nga më të mëdhajat sepse po thjeshton, po e çdo gjë dhe po kalojmë të vërtet në ato filmat dhe serialet që ne shikojmë, si thënë dhe që parë, për shembull Black Mirror, si serial, ku tregonte me të vërtet si njerëzit nuk po flisnin më me njëri tjetrin. Shpresojmë mos të arrim kurrë në atë nivel, po të dim ta përdorim dhe ta zotërojmë. Ta përdorim, pa na dëmton ne, pra praktikisht ne bëhemi që një të pa... Patjetër që na dëmton. Ndjeshme. Të pa ndjeshme, të pa nevojshme, të pa zota. Dembel. Dembela jemi bërë. Dembela xhajve. Jemi bërë shumë dembel dhe me sa duket nëse vazhdojmë në këtë rrugë ne do bëhemi dhe më dembel, po nuk do jemi më empatik, po nuk do jemi më kureshtje. Semi më kureshtare vërtet. Te pjesa empatisë jam te pjesa më e sigurt që momentalisht mendoj që do vazhdojmë ta kemi sepse nuk e arrin dot inteligjencë artificiale. Mbas 2 muajsh del një gjë që na kthen komplet çdo gjë dhe futet e empatia. Po mendoj që momentalisht është vetmja gjë që kemi
Dhe sido që tjetë edhe tek pjesa e përdorimit të teknologjisë, po vërën edhe shumë njerëz që thonë telefonin e kam, po ti heq atë do not disturbin ose ti vë një gjë tjetër që të bllokoj aplikacionin mos ta përdor për një farë kohe. Pra, duket që edhe nga një janë ne po e kuptojmë që po na Kemi nevojë për detox. Po, kemi nevojë për detox. Pra, po e kuptojmë avash avash. Mbase më vonë do kuptojmë më shumë, do kuptojmë më pak, atë Nuk e di. Prandaj besoj që në natyrën e njeriut egoizmi i tij duke qenë një përkufizimi i natyrës njerëzore është që është natyrë egoiste, dua veten time. Prandaj Bibla thotë të gjithë njerëzit janë mëkatar. Kuptimi i mëkatit është fokusi tek vetja. Kjo është rrënja e të gjitha këtyre tendencave për ta kapërcyer kufirin e përdorimit të gjërave. Dhe antidota e kësaj është dashuria. Antidota e kësaj është dashuria për njeriu. Prandaj, rrënja e të gjithave mendoj unë është dashuria e nënës për fëmijën. Sepse aty nëna që ka fëmijën në barkun e saj është lidhja më e afërt e mundshme njerëzore me një qenie tjetër njerëzore. Pra ne nëse si një shoqëri e kuptojmë që kjo duhet të ruajtur, duhet kultivuar dashuria. Dashuria e pa kuptueshme, e pa kushte e nënës. Dhe kur del fëmia, lidhja e nënës me fëmijën, marrëdhënia ndërpersonale, pra kjo që është e pazëvendësueshme dhe që duhet të kultivohet, duhet të ruajtur. Pastaj kur rritet familja, dinamika e familjes duhet të ruajtur. Që mos shkoj ke ChatGPT, apo të shkoj ke mami, të shkoj ke babi, të shkoj ke vllai. Po dhe mami te ChatGPT-ja do e shohë. Po, pikërisht. Pra, por ne duhet jemi të vëmendshëm dhe ta fillojmë ta ruajmë nga fillimi atë lidhje ndërnjerëzore. Dhe pastaj dashuria romantike e burrit me gruan do ta rifilloj përsëri këtë cikël. Po nuk e ruajtëm këtë, po pikërisht, po nuk e ruajtëm me qëllim këtë, shkatrimi do të jetë i natyrshëm, sepse zemra e njeriu është egoiste. Ai don të përdor, por nuk don të japi vetveten. E kupton? Don të përdor për vete, por nuk don të japi vetvete, kurse dashuria është e kundërta. Dashuria është dhënia e vetes pa pritur gjë në kthim. Letja. Unë them ta përdorim, edhe ta shfrytëzojmë sa më shumë të mundemi, po ta shfrytëzojmë deri në pikën që mos na thash që ajo mos na përdor ne fuqishëm. Ta shfrytëzojmë, po mos harrojmë emocionet. Ne jemi njerëz që bëhemi nga gjaku, nga emocionet, edhe këtë duhet ta harrojmë, që duhet japim emocione. Do na lexoj dot rrecinën e syve se kam provuar. Lexon mo Elvi. Lexon çfarë do shtymë valla. Momentalisht mendoj për çështje sigurie jo. Jo, sepse është ideja që çka kemi për ta për shkakun telefonin ose këto. Provoj një herë. Çfarë Na lexon? Çfarë thot? Ma lexon. Wow. Por mendoj fakti për shembull shenja gishtit dhe e syrit është hapja e telefonit për shembull. Ka shumë telefona që kanë hapjen me syrit. Ta kanë lexuar gjithë te telefoni fare në aeroport, kështu që mos u shqetëso. Jo, çati se dhura të punë. Në voltet e bankës, ku mbajnë lekët e këto, ka shumë që janë me retinën e syrit. Në momentin që ti arrin të klonosh ose të lexosh me atë, të ribëj një tjetër. Ikëm, ha? Shiko, faleminderit shumë që ishit sot program. E lexo ka? Thot, edhe pse nuk është të shkencore, thot, por është një praktike vjetër, po, pasqyra e shpirtit përdoret në mënyrë simbolike për të lexuar emocionin, personalitetin edhe intuitën. E shohim pastaj. Ja, dëgjoj. Jo, se du ta mbyll. Një verbër kishte ca sy plastik dhe nuk mund ta dalloje që nuk ishin të vërteta. Ditë të mbarë, mirupafshin, jo s'u ka mbyll, du ta mbyll. Ka një ndjesi si Mirupafshin, faleminderit. Sy është duke mbrojtur një sekret. Çfarë sekreti ke ti? Nuk i them. Sekreti ke ti, ore?